aktivitet kemi dalë për kauzë humane shumë rrënjësore. Në tre fjali do të them, po që realisht në duan të zhvillohen, ka nevojë për vlera. Zhvillimi shoqëror, politik, ekonomik, human, vleror ngrihet në bazë të shëndosha, personale, vlerore dhe familjare. Normalisht shoqëria shqiptare në këtë moment është në sfidë. Madje dhe kuvendi vetë është në sfidë me gjithë deputetët dhe politikanët, sepse duan apo s'duan, është momenti në vendos një gur kilometrik ose negativ të shkatrimtar, ose pozitiv që do të shëndoshe akoma në më tepër strukturën e vlerave humane shqiptare. Po çka po ndodh sot në botë, luftrat e mëdha që po ndodhin, duke përfshirë luftën e Gaza, në këtë gjë tjetër përveç se produkt i shkeljes së vlerave, shkelja e cila fillon që shkelja e vlerave individuale dhe familjare. Të cënosh familjen do të cënosh strehen dhe votën kryesore të edukimit të individit me vlera. Mbi gjitha me vlerën e shenjtërisë. Sa kaq që nga pasojat e këtij ligji nëse do miratohet sot do jenë katastrofike dhe presa që do vinë më mbrapa realisht do na ngarkojë me parë shumë të madhe morale dhe humane. Kështu që ftoj se të rezistojmë kësaj përpjekje, nuk dua ta zgjeroj si më thanë ato rrethin e ndikimit lidhur me këtë çështje, problemin e gjithmonë duhet ta kërkojmë tek vetja. Pavarësisht mekanizmave të presionit, gjithmonë duhet ta kërkojmë tek vetja. Le të marrim gjenocidin që u bë në Gaza, nuk bëhet fjalë me fjalë që bota të kishte një qasje të tillë, duke pas parasysh se ishte punuar me dekada dhe me vite që dikush tjetër të ishte në qendër të vëmendjes. Ai që gjithmonë më të vrasës si ishte vrasës bënte viktimën, sot me fjalë viktima quhet tamam viktim, kurse vrasës i vërtet. Dhe këto gjitha erdhën si pasojë vetëdijësimit të botës në lidhje me këtë shkatrim të madh. Sa kaq më thënë, nuk ta bëra. Sa kaq duhet kemi parasysh me fjalë që në vërtet jemi në një moment sprove, siç jemi Omani, u bë thirrje deputetëve që janë brenda parlamentit që të kenë parasysh fëmijët e tyre edhe nipin dhe mbesat e tyre. Dhe ta dinë se me këtë ligj nëse do ta miratojnë, po e vendosin një minë shumë të madhe të ardhmës së fëmijëve të tyre dhe të nipërve dhe mbesave të tyre. Edhe një herë faleminderit të gjithë pjesëmarrësve, ftoj me fjalë që kjo protestë të mbetet me natyrë të pastër, vlerore dhe humane, as mos politizohet, madje dhe as mos fetarizohet. Faleminderit për vëmendje, faleminderit edhe mediave. Sukses!